Mirë, Keleda Mema na bashkohet në këto momente, është gazetare e cila ka ndjekur nga afër këtë zhvillim jo vetëm ditën e sotme, por gjatë gjithë kohës. Keleda, të përshëndes. Çfarë do të thotë ndërprerja e mandatit të Sonila Betes ditën e sotme? Para njerë, si interpretohet pasi ne dëgjuam që ishte një afat fillestar viti 2028, përse u vendos që në këtë moment, pra zonjës Betej ka përfunduar mandati në vitin 2025. Është çështje interpretimi më pas, por mos folur për data saktësisht, nuk kemi jurist dhe nuk di se si ta përcaktoj këtë. Ç'do të thotë kjo fillimisht? Së pari, Mirela, ndërprerja e mandatit të gjyqtares Sonila Betja do të thotë që gjykata kushtetuese ka vendosur që më e rëndësishme është që trupa gjyqësore të ripërtërihet një herë në 3 vite me 3 anëtar të saj. Pra, në vendimin e gjykatës kushtetuese ka prevaluar parashikimi kushtetues që thotë që në një herë në 3 vite gjykata kushtetuese duhet të përtërihet në 3 anëtar të saj, në 3 anëtar që janë emërtes e kuvendit, e gjykatës së lartë dhe të presidencës. Pra e shkosa përtëritja është kryer për 2 gjyqtarë të cilët janë emërtese e kuvendit dhe gjykatës së lartë dhe konkretisht për gjyqtaren Elsa Toska dhe Olta Zaçaj, mandati i tretë i cili do duhet të përtëriheshe ishte për emërtesën që vjen nga presidenca që në këtë rast është gjyqtarja Sonila Betja. Në vendimarrjen e saj gjykata kushtetuese ka sqaruar që ky është vetëm një regjim tranzitor i cili është në funksion të respektimit të parimit kushtetues për të përtërir trupën gjyqësore një herë në 3 vite. Në regjimin tranzitor, gjykata kushtetuese nënkupton që ky do të jetë i vlefshëm vetëm për 9 anëtarët aktual të gjykatës kushtetuese. Pra, mandati i secilit prej anëtarëve të gjykatës kushtetuese do të llogaritet nga momenti që gjykata kushtetuese shpall vakancën dhe deri në 9 vite. Ndryshe më parë është proceduar që mandati i anëtarit të gjykatës kushtetuese është llogaritur nga momenti i betimit në presidencë, ku automatikisht merret detyrën dhe më pas në vitet përcaktuese që i jepet mandatit. Pra, ky regjim i ri tranzitor që gjykata kushtetuese ka përcaktuar me këtë vendimarrje të re, ka të bëjë vetëm për 9 anëtarët aktual. Dhe sipas gjykatës kushtetuese, ky regjim tranzitor do të bëjë të mundur përtëritjen e gjykatës kushtetuese jo vetëm në vitin 2025 që jemi me 3 anëtar, por edhe në vitin 2028 dhe në vitin 2031. Më pas, ky regjim tranzitor nuk do të jetë më funksional, sepse të gjithë anëtarët e gjykatës kushtetuese do të jenë me mandate të plota 9 vjeçare, çka do thotë që përtëritja do të shkojë në një rregull normal. Nëse gjykata kushtetuese nuk do të bënte këtë vendimarrje, përtëritja e gjykatës kushtetuese nuk do të ishte e mundur në vitin 2025.